Me mbrëma miqtë e alarmit, e tham pak më përpara kush e dëgjoj. Vetëm pak minuta dhe do t'jemi në një transmetim të drejt për drejt edhe live. Ora çnon 21 edhe 32, 33, 33, 34, 35. Okej, hape! E hapi! Bingo! Miq të nderuar, do t'ju urojmë një javë të mbar. Po, një javë është dita e parë. Po. E si shta kolega me shumë të drejtë, teksa ndiqnim, unë ndiqnja duke u pudrosur. Kolega ishte këtu sy e vesh, duke dëgjuar zotin Bogdani, i cili na bëri thirrje ne gazetarëve, të cilën faktikisht ne kemi qenë të parët si gazetar, madje edhe kur erdhëm në Shqipëri erdhëm nga një gazetar, nga blogu i tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Andaj nga pritet na vida e mirë armëve kimike. Se ajo dhuratë është për Shqipërinë. Po, sa po i thoja që ajo surprizë është vetëm nga ata sa e bukur. Dhe Kali të falur nuk i shifën dhëmët. Do të doroj dollar, ti jep dollar. Për Krishtlindje i kemi këtë dhuratë? Për çfarë kemi? Ç'është ky rast? E me Happy New Year mundet. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy birthday to you. Ne vetëm ndërrohemi, nuk kemi gjë me armët kimike personalisht. Nëse do vini teknologji e lartë, si këtu, si në Amerikë, si në Sahara, se dhe ati jetojnë kafsh. Se dhe ati është gjunaf, nëse plasin ato, ngordin ato krepet në Saharas. E vërtet. Kudo një lloj është. Ne kemi vetëm një problem të vogël. Atë problem që ka diskutuar kolega kaq herë, çështjen e mungesës së humanizmit të këtij shteti në përgjithësi. Dhe e dyta, përjedhim mungesës së transparencës. Nga që na marrin për dele, që e mos e armë kimike se këta dele do ngordhin me to. Se këtë doja të thoya se thën Sahara ka krepa, tani më mira krepët se sa njerëzit. Më fal se ka pa pak me vonë se elbete bjonde. Njerëzit, nuk është probleme, ka kap kush e ka kap. Njerëzit normalisht nuk qohen pse të vinë armët kimike, se unë jam duke dëgjuar dhe gallat nëpër aty. Po për çfarë? Do helmoj toka, pastaj do të lindin fëmijë me 2-3 kokë. Jo, zarina dhe mustarda, jo mustarda nga ato që luajnë bukën, quhet lloji aty gazi, janë dy lloj të kësaj mustarde që pritet vinë nga Siria. Këto të dyja nuk është se do helmojnë tokën, do fillojnë të lindin përbindsha. Jo, po hap nga kutia dhe dori, fillon të del shkum, sigur e ke me shumë kolinoz gojën. E vërtet. E kemi transmetuar një djalë me shkum në gojë që ishte. E kishim foto, se ta shohësh video kur je këtu, dhe ikëm pastaj mbaron. Këtë hall kemi ne, dhe kemi hall nga shpërthimi. Dhe problemi më i madh se ky, se ne kishim dhe gërdecim, po nuk u alarmuam kaq, është fakti i mungesës transparencës. Pikërisht ajo historia e deleve që po them. Dhe në këtë kuadër ne respektuam shumë kërkesën e disa ankuesve nga mjekësi i Elbasanit, ku pritet të bëhet çmontimi, ku është një uzinë çmontimi faktikisht çmontohen prera. Po është për armët tona. Të luftës së 4 botërore nga ato që ka ndodhur në Shqipëri. Dhe që ka ndodhur në Shqipëri, lufta ka të dyja. Normal. Dhe na thirrën thonë, "Hajdeni se kanë filluar punimet." I thamë ne. Makinës janë mos mjeksi, dukesh e Elbasanit, dukesh e gjithë tymi metalurgjikut. Fakt në orën që shkuam ne kishte marrë era. Dhe pastaj dukesh edhe të shohim ankesën në fundit. Zënë, keni dëgjuar në lidhje me uzinën e mjekësit për shkatrimin e armëve kimike që pritet të vinë nga Siria? Po, kemi dëgjuar. Dhe jemi shumë të rrituar, biles kemi bërë, dhe më thënë, në plan, si fshat, si komunë që në ngremë në protest, po të që nuk e di ku të talajmë me kryetarin në kryeplakun e fshatit. Ju jeni kundra? Po, kundra. Shumë që jeni një distancë shumë të afër, duke marrë si pikë referimi edhe Kodrën, që ndodhet... Biles edhe zhurmat që kanë bërë për plasën e armëve që kemi pas vetë neve si shtet, nga shtetet komuniste, prap ka pasur, dhe më thënë, zhurma, probleme. Ndërsa për armët kimike, si që temë, thjesht jemi kundra, nuk pranojmë dot. Se imagjino një gjë, po të bio, se të bëjnë një aksident, të ndodh e pa mundur, që më të mendohet, që më ndodhi. Sa shtëpi ka kjo zona? Me për afërsisht të 170, më duket. Keni dëgjuar gjë që po bëhen gati repartet për pritjen e këtyre armëve gjatë tyre? Po, kështu kanë thënë që po bëhen gati. Kanë ardhur disa maune të mëdhaja, ushtarake që ashtu, po tash nuk e di. Gjatë këtyre ditëve? Po, gjatë këtyre ditëve. Keni informacion gjë çfarë kanë sjellë? Jo. Do të mësoj makesa e Kordesit këtu, që është një zonë shumë e rrezikshme. Për ata që njohin mirë. Në për tunel, në për dhera, të gjithë, s'jemi dakord. Çfarë do të bëni ju duke qenë se s'jeni dakord? Keni menduar diçka? Mendimi im është vetëm ky, kupton që ne
të bashkojmë, gjithë blokojmë rrugën mëse lëmë të, edhe shteti ta që të ndihmojnë si të mos për këtë rast. Nuk kemi dakord. Kemi frikë, se ne jemi edhe afër. Shumë frikë kemi. I men, se sa do bëj qeveria se di unë, por ne kemi frikë. Deri merë pa në mbatu, bam. Sa ko ka? Ka, pa bëni mu që si kemi njënë ma, që ka shëndërshu që këshu. Bal për bal nuk flitet. Flitet kur jetë tek për tek, se kanë frikë. Sepse i përzena puna, ata që janë brenda. Po brekaditet, për pritur helmet e Siris. Nga i keni marrë vesh informacionet që aty po punon? Po unë banoj në Elbasan, edhe kam njerëz të njojtur, edhe thot po pregatitemi, pra punë, po nuk të regojnë. Po fol, jo se jam ngelen pa bukë se një roga vetëm. Ditët e fundit, tu që po thuaj minimale punëtorët, nuk ishte shumë punëtorë. Tani janë kthyer të gjithë ish punëtorët. Edhe po thua që dilë në orën 4 aty, edhe filmoj të gjithë kur të dalin na puna. Tani në orën 4. Nuk ishe 2-3 ishin. Deri bile mbasi 23 qershorit, vetëm rojet ngelen. Tani kanë marrë punëtor prapë. Si për ndisha me vëmendje këtë materialin armire dhe në një moment dëgjoj që një nga denoncuesit ose nga banorët, nuk ka rëndësi, thoshte presim nga shtetit në ndihmoj. Ndoshta nuk e di po shteti po na i sjell, domethënë. Është ideja që jo për në që ata kemi mirë me Amerikën në fundit. Kjo është ndihma. Si ndihmë? Se mund të thonë të shko merri vetë sillin fabrikë. Po ti bie atje shteti, pra. Po pra tani mos bëj kështu tani, aty po ti sjell, afër i ke. Ka premtu 300.000 vende pune. Po pritë vlla se ne nuk kemi stepat e Urales, ku mund Uraleve që mund hyrë njerëzit edhe të mbjellin të gjithë po themi grur. Armir, ki kujdes, është punë, po e di çfarë pune. Është vend i merituar, madje unë nuk e di çfarë bëjmë ne të dy në alarm. Them ti aty demontojmë. Edhe unë mendoj ç'bën ti në alarm. Se unë për veten Ata e kam menduar domun për ty, se them ka i shtroç. Unë për veten time, sa më larg atij vendi, mendoj unë, për shkak gabimeve njerëzore dhe e dyta. Nuk e transmetua për shumë arsye, po kemi një zotëri cili ka punuar në atë fabrikë. Momentin e parë që doli dhe ul, nxori pompën e astmës, fryu 2-3 herë, dhe pastaj mezi filloi të tregoj. Ai kishte punuar atje brenda dhe zotërin tjerë që kanë punuar thotë, ajo fabrikë, uzinë, helme ka patur pafund, po jo nga këto. Ka patur helmet që prodhon vetë armatimi, dinamiti, dhe një pjesë të tyre janë të smur nga këto. Risku tyre. Prandaj, ne të dy, më mirë po punojmë kjo alarmi, se s'kemi nevojë për kështu dezintoksifikim brapa. Jo, nuk dua të vaj nga... Unë kam frymarrje shumë të mirë. Edhe unë e kam nga me që banoj këtu në Tiranë, kupton? Atëherë çfarë bëm? Për hir të kësaj transparence, shkuam tek reparti. Tentative kot, se kuptohet, duke qenë repart ushtarak, është e pamundur tysh, ne bëm tonën. Pastaj morëm dhe drejtorin në telefon, drejtorin e uzinës dhe ta, po çka këto thanë gënjeshtër komplet. Thash, këtë emision e kemi thjesht për t'u treguar ju ose për të vendosur një gur kilometrik që kur të avancojnë gjërat, t'ju themi, ju kujtohet, të shohim se që ndodhi në përpjekjet për të shkuar të kusina. Fillon punën tonë, për ndërtimin e uzinës. Po këto ku do fillon që të bëjnë gati për së shëndosa punë? Shpushim. Nëse s'ka filluar punë për një të bëjnë. Një datë sa... E para njerë për vetë statusin që ka uzina. Po? Mua nuk më lejohet t'ja pas një informacion. E dyta, çdo gjë është e pavërtet. Kaq, më shumë nuk di të thënë. Çdo gjë është e pavërtet, pra nuk qëndrojnë të gjitha këto. E pavërtet. Edhe ato që thon banorët që kanë parë ose e pavërtet, nuk merrem unë me llatë banorëve. Okej, po një informacion, më falni, edhe diçka tjetër ju lutem. Po një informacion që ka të bëjë me 2 godina, të cilat thonë se janë marrë tani nga baza amerikane në lidhje me përgatitjet që do të ndodhin këtu.
në lidhje me këtë? Nuk është e vërtet, ju thash edhe një herë, nuk është e vërtet. Nuk është. Ne jemi në proces demontimit të armëve apo të municionit shqiptar. Po ndodh kjo momentalisht? Po ndodh momentalisht? Apo është ndërprerë kjo pjesë? Urdhro? Linjat janë në konservim. Linjat janë në konservim, pra për momentin nuk po demontohet, apo jo? Tash unë të thash për vetë statusin që ka uzina, edhe partneritetin me NATO, unë nuk mund t'jap informacione. Dakor, po jemi të gjithë shqiptarë dhe këto janë çështje me rëndësi kombëtare, besoj. Ju lutem, po nuk merrem unë për gjëra të pavërteta. Nuk merreni me gjëra të pavërteta. Okej, faleminderit shumë nga ana juaj dhe punë të mbar. Faleminderit. Atëherë, nëse janë, më fal, po. Jo, s'ka gjë, të përfshim. Nëse janë të pavërteta, por ka një gjë, ai zotëria, duke qenë ushtarak, nuk është se di shumë, ushtaraku t'i lejohet të di vetëm urdhra. Normal. Se ç'ndodh me politikën e madhe, ai nuk besoj se e di. Si dhe ne, as ne nuk e dim. Ç'a dim ne? Jo, unë s'di asgjë që ti po flet. Jo, më ç'të ti po flet. Mua më ka thënë kjo qeveri mërzotri, që këto armë janë shumë mirë, ne e sjell Amerika, e kemi dhe Amerikën mirë, në BE e futemi si me stil. Ç'është gjëra tani se do helmohen disa vita. Ishin 170 shtëpi vetëm aty afër fshatit. Po. E thotë tani mos bëjmë që themi 3 milion. Ishte gjatë duke lanë gjithë, do 7 deri në 10 veta ka një shtëpi tani. Po, normal, se në fshat edhe nga gjërat bio lindin edhe më shumë fëmijë. Apo si shte këshu në tekst? Jo, ata duke pasur afër Elbazanin, shumohen me vërtimi. Po themi 150 shtëpi për dirën shkurt. 170 o po i 20. E po mirë. 150. Erë 10 vetë për familje afërsisht, i thonë 1500. Po i hoqim që këtu i mdodhëm ke kjo, përse thonë 7 deri në 10. I thonë rreth 1500 vetë, po nuk është çështja aty, dhe një jetë njeriu. Se ne po flasim pa dashje, po flasim si politikan. Do të thonë, kur vdes 1, 2, 3, vdesin. Ishtre zbrit 2. Pastaj kur bëhen shumë, si puna Gërdesit për shembull. Tragjedie e madhe kombëtare. Ndërkohë që janë gjëra që dihen. Gërdeci pas ka qenë lule. Po pra, pas litarin jashtë. Po. Shkuam ta shohim uzinën nga mund të shije. Nga një kodë. Nuk pam tabel, mos filmo, këto nuk i pam, që kemi rregull me shtetin shqiptar. Apo jo shtet? Po, tha. Shkuam dhe pam që kishte edhe ushtar, i zi ushtar gjithë kohës aty, edhe e zë, ja si puna jonë, piu i gjithë ditën, që do bëj ushtari, ne mare, ne i gjësen. E themi ndryshe, një ushtar, duke mos e ditur... Po, du ta shojnë vetë. A më do me mbrek, Ndodhemi në një kodër nga e cila kemi të gjithë pamjen e uzinës së mjekësit. Kjo është uzina në cilën flitet se do ndodh shkatërimi i armëve kimike që pritet të vinë nga Siria. Ka disa godina dhe le të themi që kryer e parë zë një hapësirë goxha të madhe dhe të konsiderueshme në këtë zonë. Në bazë të informacioneve të sjella nga disa prej punonjësve brenda këtij reparti ushtarak, thuhet se po bëhet gati infrastruktura për shkatërimin e këtyre armëve. Mundësia për të hyrë në një repart ushtarak, pasi ajo është një zonë e kufizuar, është e pakët. Pamjet që mund t'ju japin janë vetëm këto.
Tashi do ta them se ju e pat. Ishe një ushtar që përkryen të nevojat e ti personale, mo aty të armët kimike. Personale. Nevojat e temi. Personale. Po personale se se ka të ndinu armit vitin e ka. Po në shtri nuk ka imja jotja, në shtri është tokës. Okej. Ma falni, mo të riqe me njerë, po kryen të nevojat aty, të ka to helmet ishte? Helme nuk ka për moment se thote lëndë dhe plasëse. Po të më pështohet, se kishte vënd tabele që thoshte dhe helmuse për shumë. Shtohet, e shkur me gisht ushtari. Si që marroj aty, për ka gjë, shqiptarë. E shkur me bëj kafe. Tak, mo, ta mirë. Po me s'ka problem. Mirë, dakord. Pra, pse trajtuam në këtë, pse pa muzin e mjekësit, pse të gjuam banorët? Është një gjë që të gjithë flasin, është një gjë që sot doli protest opozita, që është shtet. Sepse normalisht dhe na duket sikur vetëm pushteti është shtet, edhe opozita me kushtetut është pjesë e shtetit. Për armët kimike doli apo për votat? Po, doli për gjitha, turli. Shnuk kisht, shnuk gjeje. Bile, dit për dit ju këshilloj nga dreka e mbrapa, dilni në shesh, do ketë gjithmonë një miting. Se kush e bën, se pse do ta merrni vesh aty? Çfarë rëndësie ka ju vdisni për mitingje? Se për protesta për armët kimike s'para u bë shumë, kështu që për mitingje dilni. Kishte politik. Kishte shoqëri civile. Na ruaj surprizë. Kishte shoqëri. Se ka të bëjë me një komedi. Jam një... Mere ujnë tim. E do ujnë tim. Mos pra na i lë surprizë, të lutëm. Po se kam kohë të dizërit për mlera. është ëmbëlsira për më fund. Kishte në miting sot... Se politika. Kishte në miting sot shoqëri civile. Kishte në miting sot shoqëri ushtarake. Kishte në gjithë. Po prit pas është... Një sekund, e di ku të shkajmë. E di ku të shkajmë. Dë shkajmë. Aty ku nisha e përhershme. Atere, ke Arapaci ku? Miqt alarmit, para të cakosh dhe kemi transmetuar gara me tricikla Fajdate. Ma thënë, i thonë italian. Bëje vetë, bëje mirë, bëje vetë. Bëje vetë. Motocikletat që i kanë sharruar, i kanë montuar, i kanë demontuar. Armir nuk ndaloj dot. Të lutet. Për të mirë në emisionit, ndalo. Okej, ndalova. Atjere, prerë, demontuar, montuar... Qa kiti se se bën do Titanic e i natë? Një se zë ndakë, shumë bukur, paguan ti për kolaudimin e makinës? Po. Unë s'paguaj se kam bërë vetë, një. Ke dokumentatit të makinës? Një për një. Unë s'kam se kam bërë vetë, dy. Paguan ti për gjitha gjërat e tjera të makinës, tjerë që për siguracione, në vice. Gom, freksion, vaj, filtra. Vajet e si e ke, unë s'paguaj se kam bërë vetë. Blokon trafikun të shumë, unë e blokoj edhe më shumë. Se e ke po vetë? Gjithmonë se e kam për vetë, tani qarë ke ti, pse je ti irrituar, se të skuptoj unë? S'kam unë asë gjë. Ne shkuam, para 2 javësh, 3 javësh. Që rëndësi ka kjo? Po ka një rëndësi të madhe, sepse ishë ditët e parë të Gencit këtu. Dhe i përqeu shumë, që të bëjnë në një gjë, që të bëjnë në një gjë, i thash hajde në punë me motor. Edhe më vje me një nga këto tricikla të. Ta e kam, është e bo me vetë. Ti, jo, ustaj në krata. Normal. Ta kujtojmë. O nuk i jepja dot, përfundimisht. Spuroni frejrat mirë, ti mori lëviste.
Vetëm mund t'i jap. Do të zotin. Po jena mësuar përse Ka problem, po kështu do një aksident me këto gjëra kështu apo probleme me policinë? Ja. Kena rënë ka çë vallai, kena rënë. Ke rënë? Po nuk kapin frenat në ajër, në të super giro. Aha, nuk pushin frenat. Nuk është mjet optimal, le të themi, është i rrezikshëm për jetën. Po këtë sistemin e frenave është i modifikuar, ë? Po. Mbrapa çka ka Të dyja, ferrota. Dy ferrota. Si makina, si ka makina kështu ka. Ferrota makinash. Po. Po kështu servis apo ja bën vet? Ka vetë bën ne vet servisin, ë? Vjen dorës vet. Po. Some days it don't come easy, and some days it don't come hard. Some days it don't come at all, and these are the days that never end. And some that you're breathing fire, and some that you're caught in. Përshëndetje miq të alarmit, jemi në një zonë pikërisht ku komuniteti rom, pranë pallatit Mesxheta, është streuar për momentin, pasi në këtë zonë ndodhen vërtet të gjitha këto mjete të modifikuara. Kalojmë, kemi një karrocë këtu, dy. Nëse shojmë të gjitha të modifikuara, sistemi frenave, sistemi drejtimit. Sigurisht janë edhe këto të tjerat këtu. Paka shumë kanë të njëjtën tipologji, është prerë pjesa e mbrapme e motorit dhe sajuar një si tip karroce. Për të bërë të mundur transportin kemi 3, 4. Si kalova, mirë? Si jeni, mirë? Pyesim pak për këtë, si e ke ndërtuar frenat këto, se jemi kurioz. Është pjesa gjysmë e motorit, ë? Dhe kjo është e sajuar vetë? E kemi sajuar vetë. Normale. Ka një vend, një oficinë të mirëfill që i bën këto, i bën të gjitha vetë, ë? E sigurt janë frenat, sistemi drejtimit. Çu probleme për këto ju kanë nxjerr policia për shembull, tip dokumentash. Na kanë na i bllokojnë, na i bllokojnë. Ja kanë bllokuar. Ku ja çojmë pikë bllokimit apo? Pikë bllokimit, normal. Si ja bëni më pas? Ma po shkojmë po sa i aty në kafën e jonë, e nxjerrni. Sa ka shkuar ky? Sa ka shkuar? Gati 800.000 lekë. Sa më pëlqen gjithmonë ajo pjesa kur thotë jap një kafe dhe më nxjerrin. Po. Më pëlqen vërtet, ç'a ke? Jo, më kujtohet, është një kafe e majmunit, i thonë. Gëlltit kokrat majmuni, kur bën kakën, e mbledhin e thajnë, e thonë që është shumë e shtrenjtë. Edhe jap një kafe, shkoka shumë shtrenjtë. Po e vërtet, po s'paguan gjë, ja, s'kolaudim asgjë. E pra, po e para, tash një kafe. Me 800.000 lekë që i ka shku ajo pajisja, mund të kishe blerë një makinë, një vetur të përdorur, edhe mund të transporton dhe qatë do në vetur. Qa e mirë ti mendojmë se vërtet i ka shkuar 800.000 lekë? Jo, nuk e mendoj. Po them, po i qëndrojmë asaj që thotë zotria. Po lëre tani. E dyta, shteti shqiptar, pushteti, Ministria e Brendshme, këto ditë na bërë një shpallje për të rënqetur mishit. Do bëjmë burg, edhe ishin arrestuar një 10 veta, që pinë alkohol dhe që japin makinës pa patent. Tani ne deshëm të dim, këta njerëz që s'pinë alkohol, as nuk diskutohet, ke parë ndonjë herë në një nga këtati me shishe në dorë? Asnjëherë. Jo, vërtet, tani mos të edhe binë qoftë se shihni me shishe e kanë për ta shtypur, për ta çuar për skrap. Ose e kanë me ujë sepse lodhen gjithë ditën. Se edhe në është me ngjyrë se kanë mbushur në lanë. Mirë, po patenta kanë këta, që dalin mes trafikut, mes fejër, qua Ministrisë Brendshme, dhe me korektes. Ti ke inati me Ministrinë e Brendshme tani dhe prandaj bëm kështu. Po ja e zëme kam. Më bie përgjigje, Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Shtetit, Departamenti për Sigurinë Publike, Drejtoria e Policisë Rrugore. 4 në ndek. Dhe na thot, është Ministria e Transporteve me strukturat e saj, thot, që përcaktojnë kushtet që duhet të plotësoj mjeti për të qarkulluar. Në kod rrugor, me aqsa kemi lexuar, nuk thot mjete të bë me vetë. Nuk e ka. Edhe jo në duaj. Por pastaj vazhdon. Por rritet bashkëpunimi me strukturat për kaca, thot, për regjistrimin dhe pajisje me dokumentacione qarkullimi për këtë kategori mjetesh rrugore. Kur kjo kërkohet? Normal. Si dhe do të shtohen kontrollet në rrugë e të tjera për zbatuar ligjin. Mirë.
Janë shtuar shumë, s'kam para asnjë. Shumë. Në fakt janë shtuar shumë motorët, kontrole për momentin jo. Të ndjekim Gencin, i cili e mori të freskët e ka dhe me vullin origjinale. E lexoje, çao. Edhe pastaj kemi dhe pastaj se si vazhdojnë kontrollet të rrugëve. Pas problematikës si emisioni alarm ka ngritur përsa i përket edhe mjeteve të transportit, mjeteve mutante, nëse mund t'i quajmë kështu motorike, të përdorura në rrugët e kryeqytetit, ne i kemi drejtuar një kërkesë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit në datën 11/10/2013. Ka mbërritur edhe përgjigja nga ky institucion shtetëror dhe eksaktësisht thotë: drejtuar emisionit alarm Radio Televizionin Ora News. Në përgjigjen tuaj numër protokolli 909 në datën 16/10/2013, kërkesë për informacion ju bëjmë dije se për mjetet motorike, për të cilat kërkoni informacion, është Ministria e Transporteve me strukturat e saj, si Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, që bëjnë klasifikimin e tyre, përcaktojnë kushtet që duhet të plotësojnë për të qarkulluar dhe detyrimet, sigurisht dhe procedurat që ndiqen për regjistrimin dhe pajisjet me dokumentet e qarkullimit. Nga shërbimet e policisë rrugore porritet bashkëpunimi me strukturat përkatëse të Ministrisë së Transporteve për regjistrimin dhe pajisjen me dokumente qarkullimi për këtë kategori mjetesh rrugore. Kur ajo kërkohet, si dhe do të shtohen kontrollet në rrugë dhe do të ndiqet me përgjegjësinë e zbatimit të ligjit disiplina e këtij fenomeni në trafikun e kryeqytetit, pra në Tiranë. Kemi survejuar miqt alarmit të gjithë akset kryesore të kryeqytetit. Nuk kemi parë asnjë aksion nga policia rrugore për mjetet motorike të modifikuara. Me kapele karocieri, me gjaket milioneri, enda taksi, cigan, e ka shpirtin, nuk e di deri në fund, por e rëndësishme është që janë ngritur këto kontrollet. Po, do themi publicitet. Publicitet. Jemi rikthyer të dashur miq, sigurisht për të marrë me të tjera problematika, sepse jo për gjë, po do të ndalemi aty ku unë e thash pak fare tek një problem shumë i lidhja. dhimbshëm. Shumë i dhimbshëm. I pa shpresë deri diku. Banorët e vënojit bëjnë një ankesë për një person i smur psiqik, të cilën e ka lënë jashtë Spitali Vlorës dhe ka ardhur në fshatin e tyre, tek shtëpia e mëmës, pa aty nuk gjen asnjëri. Ndiqim ankesën një herë. E jema është smur dhe ajo po është plak e mëshuar dhe e mori i birin në Amerikë. Iku në konë si se moj e qua në psikiatri në Vlorë, sepse ajo nuk do në të tike, po kërkon dhe i biri sepse është smur. Basi u sistemua, ikën ata nuk bëri as 2 ditë dhe erë në prunë prapë. Ndërritëm, bashkë me ata të kërësis me ata e quam në Vlorë, e prunë dhe nuk e morën, e prunë e mbajtën prapë brënda ditë se solën këtu. Po thre para në parë. Erdhë me ata i them aty që shoqëruesi tash pse prut, e çon tek një tezë e tij, një plak shumë e mëshuar dhe ai se mande do.
Për unë tha se nuk e mbajnë atje. Po I thash për që se nuk e mbajnë, po tha është mirë. I thash ai nuk është mirë, ai shumë I smur dhe ai nuk duhet të reaqim tepër që ai nuk ka njeri kush kujdeset tu, sepse njerëzi ka atje gjithë. Është shumë I rrezikshëm. E para njerë fillimisht ka dalë që këtu që jemi dhe deri te domethënë gati 500 metra, lakuriq komplet lakuriq. Është futur në klub I zhveshur komplet. Ka ikur këtu kam parë gjithë shatën e se iku, batë. Mbas sa kosh ka është një gjitoni ti që janë në distancë jo më shumë nga 50 metra, I është lëshuar me sopat për të varë. I ka vajtu I ka qëlluar dhe derën për të shqirë derën atë, sa është detyruar dhe ka ikur. Basë sa e kanë marrë në psikiatri dhe ka bërë një periudhë shumë të gjatë që nuk vinte. Është në një gjendje që më vjen zor t'u a them, është I lyer komplet. I lyer. Domethënë ç'a bën njeriu atje ai bën mbi vetë të gjitha. Është futet në klub, largohen të gjithë ikin. Me pa ai, kjo e irriton kur ikin njerëzit dhe ai në këto momente revoltohet më tepër dhe ka rrezik që në këtë rast mund të jetë shumë I rrezikshëm akoma sepse ndjen veten që thot pse largohen njerëzit nga mua. Këtu në fshatin tuaj ka një qendër shëndetësore? Është një infermiere. Ajo vjen për në gjë çfarë do bëj, s'ka çfarë. Në spitalin e Vlorës ne na thanë që I bëhet periodikisht një gjilpër që ai të jetë në gjendje të qetë. Absolutisht jo. Jo që bëhet, po nuk do ta di fare njëri se ai merr në një ilaç apo s'merr në një ilaç. Është agresiv, është agresiv. Po, kur I vjen domethënë për momentin tani është agresiv. Po çfarë bën për shembull? Po mund të vrasi, mund të vinë në shtëpi për shembull të vrasi ose fëmijën ose si ti japi për momentin. Ka bërë ndonjë gjë? Jo, tani ka qenë I qetë, po që sa kohë ka qeton këtu? Ai vajti që në 13 shtator që I ka ikur nëna e tij në Amerikë. Nëna e tij jetonte këtu dhe ka ikur në Amerikë. Po, ka ikur se ka pas frikë domethënë nga djalista aq. Pse jetonin bashkë dhe nuk vinte e mirë domethënë nga një në spital në Vlorë, si ukte 2-3 ditë varej si që kapte ajo, po të ishte smur e çonte, për shembull. Tani se kanë mbajtur në spital. Po këtu në fshat ka ambulancë, keni parë ju të shkojnë? Jo, këtu nuk ka, po kanë IMAR. Ata faktikisht të IMAR-ës me policin kanë ardhur e kanë marrë, kanë çuar në Vlorë, se biles unë kam në rroba këtu të burrit, se ishte mbitur në urinë, ja dhash rrobat, ja çuan në shtëpi, e morën e çuan dhe në darkë si pak më vonë, si kjo kohë kanë sjell prapë pse sot nuk na mbajti spitali tani. Dhe ikën ata në IMAR. Po ju si mendoni, është normale që të jetoj vetëm ai? Jo, është I smur, nuk është. Për të ngrënë kush do ta ushqej, kush do ta bëj, nënën dhe vga e motër I kanë në Amerikë. Konkretisht për këtë kohën që ka jetuar këtu pra nga 13 shtatori kur e kanë sjell, ka bërë një gest që ju t'ju kujtoi? Ditë natë ulërin kanë frikë dhe fëmija, ulërin, ditë natë atë punë bën. Ulërin vjen të kërkon për shembull sot mund të japësh një diçka, po dhe ne për një bukurim gjithë ditën këtu s'mund ta ushqejmë për ditë se ai ka njerëz, e kupton? Vetë poshtë lokali tjetër mund të urinoj aty e marr me lajm, çfarë do bëj? Si themi dot gjë. E duke dëgjuar këta denoncues, në sigurisht që shkuam në spitalin psikiatrik në Vlorë për të interesuar se çfarë ka ndodhur. Krye-infermieri së bashku me infermierin na thanë që sipas ligjit I smuri ka marrë medikamentet e duhura dhe me një flet dalje ka dalë jashtë sepse duhet I marrë ato mjekime dhe medikamente në shtëpi, duke qenë se kështu e kanë quajtur të arsyeshme ata mjek të cilët e kanë vizituar. Kështu na thanë sipas ligjit. Po, normal sipas ligjit e ka që vetëm rastet e krizave hospitalizohet, por le ta ndjekim më mirë. Këtu ndodhim tek spitali psikiatrik Alimi Hali në Vlorë. Kemi ardhur për të kërkuar informacion miq për një pacient I cili ka qenë shtruar tek ky spital dhe sot jeton I vetëm I braktisur në Vuno të Vlorës. Levisi është krye-infermieri, nuk e di. Janë ankuar banorët aty fshatit prandaj. Ka pasur deri para kohës që kemi çuar neve në shtëpi, se ne detyroshëm ta E ka pasur një. E ka në Amerikat, jo qova unë, e ka në Amerikat. E kam quar unë spirokapo në Vunon. Po. Direkt, ku kam bledhu kryesinë atë kryeplakun, një djali I kryeplakun, mosha jote. Nuk më lejosh me fjalë. Mua më lejosh urdhë ish italijet e shpjetike. Urdhër nga kush? Jo, po në gjo. Kur italijet e shpjetit ja dorëzoja plakën sot. Po. Plaka ish në Amerikë. Tani, mora dajon, mora tezën, ati, familjarët aty, më edhe kryeplaku tash. Çfarë do të bëj? Spiron do ta mbajnë urdhëruar sipas konform ligjit, rregull. Flet daljen, ilaçet gjitha, mori dajo dhe tezën. Kupton për një zëk. E kam në aty në. Është mbas kaq kohë tani nuk e di çfarë po bëj. Po sa kohë ka të mëpet? Ka një muaj jo.
Ne po na luftuan më bërë, është të rrezik më thënë. Ne do kujdesim edhe në shtëpi. Po jo më dhan po të pyes. Po ka fizë. Ka dalë me një konsul nga mjekët, kanë qenë 3-4 mjekë që kanë parë gjendjen e tij, edhe përderisa ka vendosur për të dalë, ka qenë në gjendje për të dalë. Sepse nuk ndiqet nga mjeku i fshatit apo nga infermieri për të bërë një gjilpër një në muaj nuk është fajo. Pse ata kanë për detyrë që t'ia bëjnë? Patjetër që kanë për detyrë. Gjithë të sëmurët që dalin nga spitali me atë lloj gjilpërit kanë me atë gjilpër. Është një aldol depoqve. Duhet ta bëjnë sa herë? Një herë në 15 ditë ose një herë në muaj. Kështu që shkojmë pyesme tani, ja kanë bërë se kanë bërë. Nuk ja kishin bërë, dhe kur e sollën në fundit nuk e kishin bërë. Bëm neve këtu, sepse nuk vetë. Po ju me ai sa e njihni, është i rrezikshëm për komunikimin. Jo, rrezikshëm, nuk është i rrezikshëm. Nuk është i rrezikshëm. Spiro nuk është i rrezikshëm. Nuk është i rrezikshëm, po çfarë? Ndoshëm këtë material, por çfarë bëm? Ne u kthem sërish në Vuno të Vlorës, aty ku edhe ndoshëm ato denoncimet, edhe takuam kryeplakun e fshatit, të cilin ka dorëzuar sot pikërisht, duke qenë se jemi ditë e hënë, një sekond tek prokuroria do bëj klajti bëj fokus. Prokuroria e rrethit Vlorë, ma jep një sekond Armiqo, e kemi xezën mbi të bardh. Po ja. Po na ndjek. Përqendrohemi, më pëlqeu që na ndoqe, po. Jemi prokurorisë e rrethit gjyqësor, pikërisht kjo ankesë, jemi këtu, kjo ankesë për faktin që i Sëmuri është kthyer sërish sepse sipas vendimit të denoncuesve dhe kryeplakut, ai duhet të jetë në spital. Kryeplaku. Rreth 20 ditë më parë, ka ardhur shoferi i ambulancës me makinë private, e ka zbritur këtu, ka kërkuar neve. Unë mblodhëm në gjithë kryesi, me gjithë shokët e kryesisë, e kundërshtuam atë gjest, ndërkohë njoftova policinë në Imarës, kryetarin e bashkisë, kontaktova në telefon vetë me kryeinfermierën. Çfarë ju tha? Për ne tha nuk ka asnjë lloj, nuk përmes rreziku, është në rregull. Ne si komision kemi vendosur për ta larguar. Në të vërtetë ju çfarë mendoni? Ai nuk mund të jetë i rregull se ai del është fyllik urgjiti nga koka në këmbë, po bën gjeste dela kurrij, ka kërcënuar njerëz me spatë. Çfarë keni bërë konkretisht? Ne, si kryesi, vendosëm të dërgojmë një letër kryeprokurorit rreth Vlorë. Ku i thoni? Të gjitha që ka ndodhur. Dhe si e sollën, dhe çka kemi fol telefon, dhe ai prindërit i kanë në Amerikë, s'ka njeri tu, jeton vetëm, shtëpinë e ka bërë në gjendje të mrekullueshme. Jemi shumë shqetësuar. Ai nga momenti në moment mund të bëj diçka shumë të rëndë. Keni bërë edhe një letër pas pak më përpara. Kjo është letra që i dërgoni prokurorisë? Po, prokurorisë në Vlorë. Kur do të dorëzoni? Të mëngjes, po. Nga përmbledhim të gjitha që ka ndodhur, Konkretisht me këtë rast, ne kemi qenë tek Spitali Psikiatrik në Vlorë dhe na thanë që zoti Spiro ka nevojë për një gjilpër në mënyrë periodike. Ju, me sa keni informacion, a i kryet ky shërbim këtij? Absolutisht jo. Unë nuk kam dëgjuar që ai ketë as ilaç, ai s'është në gjendje që kush mund t'ia bëjë atë ilaç? Shkuar në njëri infermierja që ta vizitojë se i bëj këtë gjilpërën ose t'i jap? Unë jo. Si mund të shkojë një grua vetëm në atë gjendje? Dhe ajo është vajzë 13 shkoj aty. Ne jemi burra e 13 t'i afrohemi. Kjo si tota. Po në qoftë se nuk do merren masa, nuk do largohet, çfarë do bëni? Nuk e di. Se di. Unë kam kontaktuar e policinë e Imarës, ata janë ndjenit të problemit, është bërë denoncimi në qarkun Vlorë, policisë qarkun Vlorë, presim. Dhe ne nuk hezituam, shkuam direkt tek shtëpia e Spiros. Shikoni gjendjen se si është katandisur i vetëm fillikati braktisur nga të gjithë materiali. Si kalove? Mirë, faleminderit. Mirë, si duke, si ja kalove? Mirë. Si të lova? Mirë, çfarë bën? Se kam unë çapatate pas skuqjen atë. Si kalove? Mirë. Si duke? Ne jemi gazetar. Edhe kemi ardhur të shikojmë pak si jetonin, në çfarë kushtesh jetonin. Mundemi të vim në shtëpinë tuaj? Po nuk i kemi dhe kushtet ai të përshtatshme, por na se janë vetëm në shtëpi prandaj. Ka problem, si ti keni? Jemi vetëm prandaj mamaja nuk e di se nga ka vajtë prandaj. Po mirë duan ty këta, nuk duan mama. Po nuk i kemi kushte normale prandaj. Po nuk ka problem fare. Sa të bisedojmë pak kështu, se kam në sapata dhe as shikoj. Avash.
keni? Po, ku di unë tha si kur do vinë në Amerikë, ku di unë shko tha. Po sa ko keni që jetoni këto? Unë? Po, ka maja para 3-4 ditë që a një jave ishë bajtë në blore, o këthë në para. Sa vjeqe? Unë jam, do me thëni, 54 sa i bje. 54. Po qëfar bëni që ditën? Si e kaloni ditën? Ja, vërdo. Po me banorët e fshatit, si kaloni? Keni mitësi, shkoni mirë? Mirë. Mirë, a? Mirë. Po qa po gatuani? Ja, po s'kujtë sabatate. Po shpia, juaja është? E vllaj është. Po ku i keni vëllezër motra? Po vllaj është në Amerikë. Një motër ka vdekur, një motër është martuar në Amerikë. Këtu në Shqipëri nuk keni njëri? Po mama nuk e di tani ka vajtu në Amerikë, s'ka vajtu, nuk e di. Jeni më mirë këtu të kjo shtëpia, apo ishit më mirë në Vlorë? Si mendoni? Po edhe atje ta ashe ti shta paguar së lë njerin tani në spital. Pse pa paguar? Po s'paguani para. Po pse nga që nuk paguanit para, prandaj ikët jo? Po nashi, unë nuk e di pse. Po nuk ka lezeme me konceptin e masës, do gjë, a e pi pa paguar, pa punuar. Po këtu si jeton? Ja, si që shikon që... Po parat ku i gjenë, si jeton? Ja, në i lek kemi majnësh, në hatim në i lek atë këtu. Ne në fakt e erdhëm për të parë se si jetoni. Po mirë, s'ka problem. Në çfarë? Po prandaj nuk desa se shiko si janë kurse. Po nuk ju ndihmon njëri? Çdo njeri ka ande ti tani. Shërbime shëndetësore, keni nevojë për ndonjë gjë apo jo? Po jo, për ilaçe kam. Ke ilaçe? Po. Po kush e ka dhënë? I ka blerë mamaja. I ka blerë mamaja? Sa kemi atë kartelën. Më thanë si kur duhet të bëni një gjilpër, njërë në cako, apo jo? Bëjmë. Ku jo bëjmë? Ne bëjmë nga këtu në fshat. Ka ambulancë këtu? Ka. Edhe ju a bëjmë njërë në cako? Njërë 15 ditë, njërë në muaj. Ju a bëjmë gjilpër? Ne bëjmë. E po mirë, shumë mirë. Je më mirë bëse kur bëjmë gjilpërën, apo jo? Tani. Po mamaja do vi, dini gjë? Po që po po ajo pa një digjo? Mirë, Sfiro. Të uroj shëndet? Faleminderit. Kalofshi mirë, shëndet. Ja, të përcio. Unë kam vetëm një pyetje në fakt. Ky njeri që sapo ndoqëm, i braktisur nga shteti, i braktisur mbi të gjitha nga familja, i dëbuar dhe nga fshati, më fal, po kush ka përgjegjësi për këtë person? Kush mban përgjegjësi? Gjeni, ky është Kuici. Si trajtohen të smurët psiqik në Shqipëri? Është rikthim sepse kemi trajtuar disa herë. Dhe në fund, do t'ju përshëndes me fjalimin e sotëm. Se politika. Sot, para kryeministrisë protesta, të ndjekim. Manipulatorët e veshur me pushtet, Ramës dhe Metës, ju mbeti në dorë boja me cilën shpresonin të dam kostin Sali Berishën dhe qeverin tonë. Dhe në sa zonat të tjera që i reshin se u ishin vjedhur votat dhe i vjedhin vetë ditën me diell pa pik turpi, me sistem, por bëjnë lojën e strucit me shqiptarët, por ky është rreth fatal për çdo shqiptar. Rreth që rrezikon
të zërë brënda dhe të marë frymën Shqipërisë Europiane demokracisë. Me këtë qëndrim, kjo qeveri, kjo mazhorancë ka shmangur përballjen si dy alternativa që luftojnë. Si dy alternativa që luftojnë për një qëllim, për Shqipërinë Europiane, dhe ka hapur luftën e dy kulturave të kundërta, kulturës tonë europiane dhe kulturës tyre anti-europiane. Do të na kenë përballë orë për orë, ditë për ditë, muaj për muaj. Ne nuk do të tolerojmë këtë gjë. Pa kompromis, Shqipëria e lirë e ka forcën të mbetet e lirë dhe të përballojë e lirë drejt Europës. Rreth demokracia, zotja bekon Shqipëri. Po? Do të lidhemi në këtë qaste me studion. E mirë të shkuara ishte ideja. Do të lidhemi me njerë me Tonajt Ilvatare edhe sigurisht me Ilvën e cila do të na thotë se çfarë ham. Po, ti e the se çfarë do bëjmë atëherë. Jo, ti na thua çdo ham se mirë. Tani se çfarë do ham do të sqarojmë në Tonajt pas pak. Na thuaj pak menun. Kam ministrin Panariti, do të flasim për prodhimet bujqësore, për ato që ham ne, për ato që eksportojmë. Po ju çfarë pini? Në një çaj të ngrohtë? Ti çojmë ndani nga PD-ja? Se nuk ju kam audio që të dija bashkëbisedimin. Pas pak do të flasim për sigurinë ushqimore. Mos u largoni. Patjetër Ilva, të urojmë suksese. Ndërkohë të dashur sigurisht që japim edhe koordinatat në 069 vetëm SMS për problemin dhe shqetësimin tuaj. Gjithashtu në alarm@oraviznews.com nëpërmjet emailit. Mund të paraqiteni edhe këtu fizikisht në ish kino studio Rruga Aleksandër Mojsiu. Ritransmetimin e kësaj puntate ndiqni në Channel 1 orën 25 minuta. Ne ju lëm takim sërish nesër në orën 21 bashkë me Papsh. Na dhe mirë. Mirë.